mendu ndonjëherë në një situatë kur ky njeri për një me i shëndru në një diktator, çka kishte ndodhur me shoqërinë? Neve me... Absolutisht, Albin Kurti do me thonë, jep të drejt vetës, mi u kallëzu njerëzve që ka me vesh, mi u kallëzu njerëzve që me hongër, mi u kallëzu njerëzve që ka me lexu. Do me thonë, a i ka të gjitha tendencat. A janë pas taj rethana, da mundet më bo një diktaturë e tillë në Kosovë, e tjetër gjë. Jo, po thëmë, çka nëse ndodh? Nëse ndodh, atëherë ai do të jetë diktat, do me thonë, i hekut. Në kuptimin që çdo gjë do të më u përshtat mendimit ose mënyrës se si lideri e sheh shoqërinë. Po çka do që ai nuk e sheh të shëndetshme për shoqërinë, nuk do të mendoj më. Kjo është dhe po na kemi pa dhe sjelljen e tij institucionale. Se disa po thonë atë çera për shembull rasti konkret që kemi kom dëgjuar që thonë është shkelje, po nuk është as e madhe. Po nuk ka rëndësi a shkelja e madhe apo e vogël. Shkelja është shkelje. Rëndësia është ka jo shkelje. Rëndësia është insistimi i një personi që mos me u largu prej zyrës së kryeministrit, mos me lënë ndërheqje edhe kur e din që ligji e kërkon një gjë të tillë, po ta bllokon themelimin e institucioneve në përgjithësi. Që kjo është, domethënë, nuk jemi na sot peng i vullnetit politik të një njeriu. Se për që ta nuk po konstituohet kuvendi. Po të kishë dhënë dorëheqje, akt dorëheqjes, Kurti çysh e kërkon ligji para certifikimit të rezultatëve kështu me radhë, tash na ishim kënd të diskutu apo zgjedh kryetari i kuvendit ajo, apo? Dhe në këtë drejtim konsideroj që mënyra se si e kanë trajtuar deri tash tregon që lëvizja e vendosjes nuk është e interesuar për sundim të ligjit, po është e interesuar për me i pas mekanizmat në dorë për me sundu ligjin. Me qatë sa po kanë, po e sundojnë ligjin, po nuk i kanë krejt. Pra para mendon nesër për shembull nëse kemi edhe një qeveri të vendosjes, kapet pak prokuroria, këshilli prokurorial, kapet pak këshilli gjyqësor, i quajnë dhe njerëz vetë gjykatën kushtetuese, pra shkojnë të urrit mekanizmat e kontrollit përmbi shoqërinë dhe përmbi interpretimin rrjedhimisht sundimin e ligjit. Dhe këtu përfundon demokracia për këtë vend. Absolutisht përfundon demokracia. Dhe a mendon që ky popull nuk e duron një gjë të tillë? A i ka shku ndonjëherë mendja që ky popull u çliru prej Miloševićit? Pra, një sundim 100 vjeçar i Serbisë, i Jugosllavisë, mbi neve vjen një moment kur një popull krejtësisht i vogël, i varfën, pa asnjë institucion, pa ushtri, dhe do të jem dhe do qika treja i kapin armë dhe çlirohet ky vend. Do të thonë, nëse një njeri që i mençëm që do duhej të rezonante me qetësi dhe me dituri, i shdash me mendu edhe këtë periudhë, se nuk duron, se zullumi këputet për i strashi, jo për i sholli. Nëse durojnë ata 1 vjet, 2 vjet, 5 vjet, dikur ka më shpërthy. Dhe ky shpërthim zakonisht ka pasoja për ata që ushtrojnë presionin edhe diktatin, sepse dihet fundi krejt diktatorëve si ka qenë. Unë nuk po them që populli i hakmerret këtij në një formë brutale, por populli mundet mjë hakmerr që mja dhon vendin edhe epitetin që e meriton, si një njeri që i ka shkaktu vetëm dëm këtij vendi. A nuk i mendon ky këtu? A s'ka zotësimi me mendu? Apo është i vërbum për i dëshirës për kontrol? Se këtë se kam shumë të qartë. Unë mendoj që në një anë natyrisht që pushteti është jashtëzakonisht atraktiv. Pavarësisht qëllimit pse ti e do pushtetin. Njerëzit dojnë pushtetin për qëllime ndryshme. Do të më pas parasysh. Mirë, po pavarësisht asaj pushteti është gjithë atraktiv. Për shembull, na kemi pa tazëm përfaqësuesi të televizës vendosje kur nuk kanë qenë kur në pushtet në ekzekutiv, po flas për fshi mua kështu më radhë, kam qenë bashkë. Atë na kemi pas këtë të stil tjetër, këtë të sjellje, këtë të folme. Po tash për isha për shembull kur kanë shkuar te pushteti, për isha që ja kanë nisë me kuptu se sa jo me lishaj. Qërë është letë me i thonë, jo, diçka që se ke provu kur, apo jo. Po në momentin që e provon dhe të pëlqen, pastaj është vështirë me i thonë jo. Kështu që unë kur nuk e besoj njerëzve kur më thonë për shembull tazëm, sokon kur fal pushteti thotë unë jam i pakorruptueshëm. Po, ti je i pakorruptueshëm sepse s'ke pas shans ashta. Nëse ke kalu në pushtet ose në për pushtet ekzekutiv dhe ke dal në atë anën tjetër i pakorruptueshëm, e çfarë besoj. Ki prova, ke dhënë. Po, e na kemi njerëz politikë që e kanë boqet provë. Dhe kemi njerëz tjerë që s'e kanë boqet provë. Për të cilët as më thonë që janë as janë, po për të cilët tam duhet me pa. Vetvendosja nuk e kaloi këtë provë. Madje shumë herët u përlye. Tepër herët mendoj në tepër shumë. Dhe në mënyrë që më thon kështu jashtëzakonisht
Unë zënën herët. Në aspektin korruptiv, ky pushtet e zhvesh lakurisht njëjtë se zyrtari i saj. Domethënë, po flas në aspektin figurativ. Domethënë, këta janë lakurisht si zyrtari tyne në aspektin korruptiv. Dhe mos lufta e madhe për pushtet, shumëvjeçare, shkaravitet në rrugë, protestat e dhunshme, gjithçka që kanë ndërtu, kanë konceptuar në kokë, i ka bote etun edhe dëshira për kontroll, po edhe dëshira për para. Se pushteti dhe paraja, kur kombinohen njëna me tjetrën, atëherë njerëzit besoj verbon shumë ma shumë, se sa vetëm paraja, po vetëm një diçka. Absolutisht. Po ashtu pushteti është atraktiv për shembull për llojin e të menduarit sikur e ka Albin Kurti dhe një pjesë e vendosjes jo gjithë, është atraktiv edhe për shkak kontrollit për mbi se për më u kthy pak asaj që thatë më herët, domethënë Albini është i bindur që ai mundet me kontrollu mënyrën që mendojnë njerëzit. Pra kur e ka në dorë shtetin, institucionet e kështu me radhë, ti pastaj edhe përcakton çka është e vërtetë. Siç folëm më herët për ligjin, për shembull Albin Kurti po thotë që ky ligj interpretohet kështu pikë. Domethënë mendësia vendos është nëse ne themi, nëse na ja ndrojmë emrin asociacionit dhe i themi vetë menaxhim, kjo punë kryet tash është më mirë. Kupton? Domethënë dhe në këtë drejtim bindja vjen që nëse unë kam një pushtet autoritare kështu me radhë, atëherë njerëzit kanë me mendu që ka mirë e keq në bazë të asaj që po themën. Dhe kjo nuk është atribut vetëm i Kosovës. I kësaj mendësisë autoritare, diktatoriale, totalitare kështu me radhë. Këto ka thonë edhe George Orwell në librin e tij. Domethënë pushtetet diktatoriale e përcaktojnë çka është mirë, çka është keq, çka është vërtet, çka është pa vërtet. Pavarësisht të tjerëve. Tjetra është pastaj. Sheh për shembull diskursin elektoral të zotit Kurti. Është kritikuar shumë edhe është folë shumë për këtë punë. Amni 500 votë, 500.000 votë. As sofroj ke program, as sofroj ul. A do të edhe diçka që mendoj që do të më thonë që unë se kum dëgjuar që është thonë. Kur thotë që ashtu amni 500.000 votë. Çish pisha ti qytetarët? Veç numër. Po. Apo. Do të thonë a ka thonë për shembull, a ka thonë në ndaj moment. Sta pas një arsye pse. Hiç. Edhe a ka thonë në ndaj moment Albin Kurti gjatë fushatës, para fushatës, pas fushatës. A ka folë në herë për çka kanë nevojë që ta 500.000 njerëz që janë votë. Për shembull, a janë që ta 500.000 njerëz? Po. Simas ti ka nevojë vetëm për këto kryeministra. Pra, ai s'o marr hiç me atë punë, sepse për Albin Kurti njerëzit janë vetëm numra dhe funksione. Të cilën kanë nevojë për një çoban. Mjete, domethënë që ky vyn për qita, që ky vyn për qita. Secili bashkëpunëtor i tij, ai është si një farë instrumenti të caktuar. Që është ka pa edhe mund të thotë. Ti je instrument. Domethënë ti vetë je instrument. Ti ma kryen mua çit punë, për sa kohë që mund vjen më kryen çit punë, ajo më kon në ditë më kon 5 vjet. Unë ti jam shoku më i mirë. Në momentin që kryet puna dhe ose e kuptoj që s'po ma kryen punën, ti je njëri prej numrave atje. Je vegla që s'përdoret më, tash e gjeni vegël tjetër që është e përdorshme. Çe ka do. Po. Çe ka do Tu ka thyr shara, e blen një sharë tjetër. Servilizëm është çfarë.